Zonja dhe zotrinj, jemi këtu në Garage Lock për këtë episod të radhës. Mirëmbrëma i herë. Mirëmbrëma. Jemi me mikun ton i cili është në prag të lançimit të një projekti të tij artistik, një mega projekti mund të themi. Le të themi që është një film, po një film i niveleve të tjera. Si çdo gjë që ka bën jetën e vet. Si çdo gjë që ka bën jetën e vet. Në nivelin e lartë. Ai sot është këtu me ne, në fakt kishim kohë që ishim ftu dhe kemi 2 vjet. Kemi 2 vjet. Që e kemi lënë po. Dhe mendojmë që të dy palët, mendojmë që do ishte më mirë të vinte pikërisht në këtë moment, pikërisht sot ku sot është premiera e filmit të tij në Cineplex. Ladies and gentlemen, Torian Hysko. Wow, Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Da futi në sikleta? Jo, s'është marrë për sikletën. Jo, se kur Reniti prezanton. Po mirë se jeni more çuna. Mirë se na erdha. Mirë se u gjeta. Përveç vështirësive në parkim këtu çdo gjë tjetër është shumë mirë. Je i ftuar 147 që kohësh për parkimin për jo, nuk kam kohë, gjeta thjeshtën, po e kam fjalën që kjo është një atmosferë shumë e bukur, unë jo kam ndjekur, po që nga vërtet shumë e lezetshme. Ne nuk rrim në vende shumë populluar, s'deshëm vetë sepse kishim as do na vishin të ofanca, dëgjoj do i bishin tyre. Do shqetësonin xhirimin e vërtetë. Dhe unë maskova shumë për të kalu këtu. Vujmë për ditë. Po, nuk di domethënë. Çfarë bëhet plak? Po i që plak bëhet që i hym një sipërmarrje që e parë faleminderit për fjalët e bukura. Gjithë të merituara. Unë duhet ta plotësoja, si të thosh, puzzle-in e anës sime profesionale të këtij zanati, të producentit apo të njeriu të medias, edhe më mungonte një film. Nuk kam pasur si të thosh, kam pasur frikë ta bëj përpara një moshe caktuar, sepse mendoj që një film kur të asamblosh do pjekuri. Dhe unë jam konsumues shumë i madh kinemaje, ironia e fatit atëre kur I kisha gjithë mundësitë, nuk e bëra, tani që nuk kisha më në asnjë institucion e bëra. Që do të thotë do për një arsye dhe rrjedhimisht kohës, po, është dhe koha. Po, dhe koha. Normalisht duhet të kesh një kohë që të merresh me projekte të mëdha si projekti I filmit. Kjo është shumë e vërtet, sepse në fakt të njëjtën kohë harxhon edhe me gjërat e vogla dhe me gjërat e mëdha, domethënë. Dhe mund të them që ishte momentin e dur. Ishte momentin e dur, tani a është filmi mirë, këtë do e shoh publiku, por unë një gjë dua ta arri me filmin, që kur njerëzit dalin nga kinemaja të kenë një lloj reflektimi për atë që janë dhe se çfarë do marrin. Përgjithsisht mbas 90-s janë prodhuar ose filma, le të themi, për komunizmin, ose filma jo të le të themi jo me një mesazh të gjerë ku çdo kush I ka parë, po si autor, po themi, po e vëm këtë termin autor, ose komedi komerciale. Unë mendoj që kinemaja është bërë për të parë, ashtu siç kënga është bërë për të dëgjuar. Unë nuk mendoj që duhet të rinë në dush edhe të këndojmë edhe të themi unë jam këngëtari më I mirë. Nuk besoj të kjo fjala që se këtë e diskutojmë shpesh privat që jo komerci janë dhe jo komerci këtej. Një këngëtar si ty del edhe kur ka këngë që s'janë këngë vërtet, një si ty del, të thotë që po ti jesh realisht I Zoti, nuk të intereson shumë se çfarë ndodh me botën. Rrjedhimisht e njëjta gjë është dhe me kineman. Unë që në gjenezë Kazerma dua që të jap mesazh, domethënë dhe kjo të vi në formën më të mirë të mundshme dhe të vinë ta shohin sa më shumë njerëz. Nëse nuk e shohin filmin njerëz, atëherë pse e ke bërë? Çfarë mund të thosh, për çfarë flet, domethënë Kazerma është një histori shumë e thjeshtë, është një reality show, të cilin unë në jetën reale nuk e bëra dot, kam dashur që dash me bë reality show. Po, Kazerma. Domethënë, është ideja ime, është unike në kuptim. Mund të jetë edhe bileta për të shkuar kjo gjë. Bëj diçka, po e kam menduar. Në fakt po varet se sa sukses do ketë dhe se sa interes do ketë, sepse media tani funksionon ca parametra të tjerë financiar. Kazerma është një reality show, e cila bëhet prej shumë vitesh në Shqipëri. Unë jam producenti dhe autori dhe moderatori, dhe aty hyn 12 VIP-a, të cilat bëjnë jetën e ushtarit, bëjnë zbor, në thonjza, jetën e ushtarit për të fituar çmimin e parë. Çmimin e madh. Edhe aty ne shohim se si personalitetet e njeriut, se si un jam I fiksuar për sukses, për fam, për klikime, për views, sepse mua ato më sillin para, se si VIP-at vet duan
famën dhe janë të gatshëm të bëjnë çdo gjë për të arritur atë suksesin që ky produksion ta jep, dhe se si njerëzit janë të orientuar drejt konfliktit, atje mbrapa tastierës, drejt konfliktit, drejt debatit, drejt pra ata që komentojnë, po themi, ato që pra shikuesit e realit. Në këtë film e them shpesh ka 3 shtylla, që është media, janë personazhet publik, është edhe publiku vet. Unë nuk tregoj me gisht asnjërin në film, nuk është ky qëllimi, por ama ti në kategorinë që i përket, zgjidh ti nëse do të marrësh një mesazh apo jo, dhe ndoshta të reflektosh. Se s'dua të bëj spoiler se duhet të vish ta shoh filmin, s'do të tregoj filmin por kjo është pak a shumë historia dhe kjo duke qenë një temë komerciale, duke qenë se në Shqipëri realitit kanë goxha ndjekës, kanë goxha kudo në fakt se ky nuk është mesazhi, është global, nuk ka lidhje fare me realitetin tonë. Kanë shumë ndjekës, atëherë është forma më e mirë për të, si thosh, për të hedhur atë faren që mesazhi të shpërndahet, ketë rezonancë. Është në fakt është që thjet ti, domethënë, pak a shumë publiku shqiptar është mësuar me disa shumë pak zhanre filmash, këto vite e fundit dhe faktikisht këto janë. Ky ta tërheq vëmendjen, po ka bë pak ndërlidhjen mes të vjetrës, kazermë zbori etj me moderne. Ajo është qëllimi. Është e vërtetë që ka një ajër ndryshe filmi, po sepse që nga fabula, që nga tema. Ka një ajër ndryshe. Po si hyn pastaj më faqe ndërpres asaj pjesë se unë kam pa në Instagram e të gjitha rrjetet sociale, e trailerin e të gjitha, fotot, cilësia e filmit duket shumë e mirë. Në vërtetës çka ka këtu ndryshe? Joslit dhe drejtorit të fotografisë Shpëtim Baca dhe duhet të jem minjos sepse realisht, unë i plotësova kërkesat që ata donin, po pa ata nuk do ishte ajo cilësia. Unë kërkova një gjendje të atill, po nuk e mendova kaq profesionale që të jem edhe vetë sinqert. Dhe vërtet është punuar. Tani ti e di që unë s'jam më doni për Berlulin si natyrë, por realisht është profesional. Jam shumë racional kur them që dhe të mendosh që cilësia e filmit është më e lartë se cilësia e atyre që kanë dalë në rrjetet sociale. Flas nga ana e kuadrit, e figurës edhe të gjyrave. Normalisht duhet të jetë, po. Kështu që është kaq mirë në rrjetet sociale. Kështu që në aspektin profesional besoj një është film shumë i mirë. Në aspektin pasaj të kontentit, të përmbajtjes apo të mesazhit, uroj që të vijë. Unë jam besim plot që njerëzit do ta pëlqejnë. Ne jemi datë 19 sot, kemi bërë xhirimin para pak orësh, në fakt nuk kemi kohë reale dhe po sot në darkë bëhet premiera, që jemi dhe ne të ftuar. Premiera VIP. Do vish me fustan me xixa. Dhe po nesër turo hapet për publikun. Sa kohë do rritin në kinema? Kjo varet nga suksesi. Nuk është përcaktuar. Jo, s'ka të përcaktuar, nëse njerëzit shkojnë, do jetë sa më gjatë. Zgjast sa më shumë. Po, mos u ndaf kinemaja filmit. Mas 5 vjetësh pra atë podcast. Po mos e bëj asë filmi, mirë. Po shkoj ke Cineplex. Po shkoj në gjitha kinema, domethënë edhe Cineplexi dhe Millennium, edhe po në çdo kinema, edhe në rrethet do shkoj më vonë, sepse fatkeqësisht për shkak një dramë e madhe në Shqipëri s'ka kinema shumë të mira, gjithandej duhet ketë. Besoj që është po çfarë bëhet në vërtetë? Transformohen to teatrot, sallat. Domethënë në dielin time Shkodra ka kinema, Korça janë 2-3 vende, mos Gjirokastra, pastaj në vendet e tjera, po nuk janë profesionale, çohet projektor me vete, sajojnë bëhen sallat që të shohin njerëzit. Se nuk shihen edhe cilësia. Nuk ka shumë, dhe ndërkohë njerëzit kanë shumë dëshirë të konsumojnë kinema. Do jetë në Kosovë gjithandej, pastaj në Europë dhe në SBA varet në bazë të rezonancës tu. Po pati sukses në Shqipëri, do ta çojmë. Po ta fillojmë mirë. Interesant është fakti, Gendo, kur i kam shkruajtur turit para 2 vjetësh, më pa të thonë, bilës ju ktheva mesazheve se kishin ngjerë në WhatsApp. Edhe kur e pata ftu, më tha, në gjotha, kam një projekt, tha, sa vë ta mbaroj, tha, do vi ke garazh loku. Edhe domethënë bën përshtypje kjo, domethënë ke qenë vendos, ku do të thonë, sa vite ke qenë më shumë. Sa kam shumë vite që mendoj që ke filluar punën. Projekti televiziv ishte ajo, po është në prerë atëre. Ndërkohë projekti filmik aq 2 vjet. Ti kur më ke thonë, ke pas për filmin apo ke pas për projektin? Jo, ai ishte harruar, domethënë ai ishte i mbyllur që s'bëj, nuk unë kisha lënë televizionin, bë 2 vjet. Në momentin që u lash televizionin, unë nuk doja më vizibilitet. Unë si tur nuk dua më vizibilitet. Do të rrishesh fare, domethënë. Po, nuk dua vizibilitet, edhe
vjen një moment që të gjithë që thonë nuk dua vizibilitet gënjejnë. Në një mënyrë ose në tjetër. Vizibilitet do të thotë edhe që të dalin njerëzit në rrugë, që të ndalojnë të përqafojnë, që atë të gjithë kemi kaluar, duam gjithë se është gjithë shumë e bukur. Ndërkohë unë doja një status të ri. Dhe status të ri me televizionin nuk kam që të marr, kështu që thash, nëse unë do kthehem gjatë tik 2 vjeçari që unë nuk po bëj asgjë, duhet vi me një film ose me një shfaqje në Broadway. Po atë Broadway dhe la për një kohë të dytë, se e kuptoni vështirësinë. Planet i paskave. Unë jam i zënë, kështu që nuk di datat tona, kështu që kjo ishte e vetmja forma, sa mblova një skuadër shumë të mirë. Që nga thash Gjosti dhe shpëtimi, po Benarti producent ekzekutiv, se thush njeriu që ishte në krahun tim, që ka qenë fantastik dhe aty pa shumë gjithë tot profesionist. Kishe bashkëpunuar përpara me këtë shumë? Jo, me asnjë dhe surprizuese. Po si kërkove, domethënë si gjetë njëra tjetrën? Unë nëpërmjet Gjostit, i cili ka bërë Legjendën e Bastunit të tjerë, që ishte film shumë i mirë. Kisha besim të nuhatja e tij. Ai tha mu ti zgjidha, unë do të them 2-3 opsione. Gjosti është drejtori i fotografisë. Drejtori është Gjosti është bashkëregjisor i filmit. Shpëtimi Basa është drejtori i fotografisë dhe kam kuptuar një gjë, që merr profesionist njërin dhe ai të sjell në zinxhir vetëm profesionist. Nëse ti bashkëpunon me mediokër ose njerëz pa aft, ata do kërkojnë të ngjashmin. Dhe unë këtë e vërtetova 104% me këtë projektin. Më thënë unë 3 të parët ishin profesionistë dhe ata nuk bën kompromis dhe i gjithë zinxhiri komandus, domethënë i zgjidhin, se po flasim si kazerm tani. Që stresi kanë heqë, domethënë vetëm me një lëvizje ti ke heqë një stres shumë të madh për gjithë. Ja kam thënë disa herë se ata çuditeshin që ja thosha, se janë një njerëz i cili e ka vuajtur këtë gjë shumë vite. Unë vetë kam bërë kompromise, kam marrë në krah njerëz që nuk e kam pasur, atë kam nën meje etj. Kësa radhe, duke qenë se isha shumë i ftohtë, nuk kishte fare ndikime, unë u çudita që unë nuk kishte nevoja të bija telefonin. Në ti e di shumë në Shqipëri shumë e vështirë. Po do të bësh vetë gjitha. Dhe jam me një ost, kaq, nuk për sa i përket realizimit, dhe kjo është pjesë se të gjitha vinë zinxhir për të arritur pastaj produktin final. Është si kënga, se të tre muzikë. Merr instrumentistat futin në studio. Të mirë, po profesionistë do dalin. Nuk ka ku shkon sa. Jo, e para ndihmon dhe ty njerë, sepse dhe ty ai të vë përpara një përgjegjësie që ti do performosh dhe ti më mirë, sepse nëse merr, domethënë, unë bashkëskenarist kisa Edi Ogën, i cili për mua është një ndër njerëzit më të formuar që ka Shqipëri. Unë kam shumë xhan, kam dhe shok. Domethënë, Edi nuk, domethënë, unë mund të kisha marrë dhe një shkrus të ashtu, po jo, Edi konvergon me mua dhe është një njerëz që është në mendime cilësor. Kur fillon që në gjenezë, dhe kështu me radhë, pasaj kur merr vetëm profesionist, gjëja bëhet edhe të duket vetja sikur ke nevojë për të mësuar. Ka dalë lajmi në Shqipëri nuk ka. Jo, s'është vërtetë. Ka duhet. Ta është talent vetë dhe me gjë. Domethënë me kombino. Është art më vete sepse edhe të lodhin. Profesionistët janë të vështirë. Kanë tega. Sa e vështirë është me gjithë aktorët. Aktorët pasaj është procesi, unë isha shumë i qartë për çfarë donim. Fredi, domethënë që ka emrin Fredi, se që lidhet dhe pak me ju, se personazhi kryesor ka emrin Fred dhe baba vetë ka vënë emër të Fred Mercuryt. Dhe Igli Zarka, po ka pa foto sa i ngjason në plak. Ngjason, edhe unë kam kaluar tek në rrugë te komuna e Parisit dhe çuditërisht më del Igli Zarka, ndërkohë që po ikën takime Xhost. Më del Igli Zarka përpara. Edhe kishte... Ti kishe Fredin skenar? Jo, Fredi ishte skenar, ishte caktu skenar. Ishte? Po. Dhe s'kishe gjithë akoma personazhin? Më dhe kisha diskutime, po që ta ndanim jo. Dhe më del Igli Zarka, po unë kisha në opcion e Iglit, po... Kur e shef tamam, kështu me figurë. Ai i mbledhur kështu fytyra komplet, sikur pas Fred Mercuryn. Edhe i vajta sipër, bëra çikato hetime, se për aktorët duhet të bërë hetime, jo përgjegjësia jo. Edhe Igli je takova dhe ashtu. Pastaj aktorët e tjerë, tani pjesëmarrja ime në film. Goxha aktor që mbledh,
Po. Kur shef ato poster. Po, domethënë nuk ka kasti është shumë i mirë dhe aktorë që nuk njihen shumë këtu, që do të njihen shumë pas të filmit, janë vërtet tmerrsisht talentum. Dilema më e madhe kisha për veten time. Sha duhet isha un film apo jo? Se më duket më si nga ato që i bën gjitha ky, në fakt nuk është kështu. Unë isha në konceptin fillestar, po Gjosti insistoi shumë. Sepse me argumentin që ti një televizionin, ky personazhi që ke ti në film është një njerëz që është producent televiziv, është moderator televiziv, dhe ne këtë mund t'ja mësojmë kur një aktori kaq natyrshëm saç patjetër saç edhe në rolin tënd. Edhe në një mënyrë nuk jam as i liksa në film, po. Ka gjë po më har. Aty se u s'kisha aktruar ndonjëherë ose çka kishim bërë budalliqe me ato tonat, po. Që negativ me fjalë. Më burri lig. Dhe vi një moment që e pash biles para ca ditësh që po bënim atë audion finale. Disa mu shpi vetë. Kjo tregon që ka qenë sukses në rol, ja. Ka qenë sukses. Se ai është shëllim. Edhe do i sqaroj njerëzve që jam unë ai. Domethënë jam në rol. Se duhet thonë se këtu marrin në vërtet. Jo të marrin se nga që ky televizionit edhe aty Arius Joturit ç'si ka. Emrin e ke tur edhe në film. Arius, ja. Atëherë në rregull, do të thrasin Arius. Po thirrën Arius. Më burri keq. Po ç'në Arius apo? Ariusi është Zot, është njeriu që sipër nga mitologjia, diçka e tillë për shkrimi që kemi gjetur, se mbajmë atë fiksi që kemi vështirë. Dhe kanë dorë gjithë. Ariusi është lëviz. Ariusi është simbolika, domethënë, nuk është se është një njerëz që nuk pëlqen këto emrat me se më kujtohet, më çon direkt perëndim këto filmat. Është tip Hunger Games tip. Tani të lum goja po. Të lum goja sepse gjendja, po, është vërtet. Do se atëherë, nëse ky filmi do kishte diku te 10 milion euro buxhet. Mirë, për 1 milion ngeli, nuk është se ngeli për pak, po të kishim 9 milion o tjerë, dhe kishim bërë në kanë në prezantime. Po të kishim 9 milion së bëshim film fare. Po fare, i mari për vete. Tamam, fix mirë dhe. Të kapim ato tonat. Nuk ka rëndësia, jo. Dhe nëse ky filmi do kishte pra, ajo pjesa e ushtrisë do ishte realisht që do kishte tipi ato skenat amerikane ku sfida do bëheshin, do ishte një lloj Hunger Games. Domethënë, koncepti është që njeriu ha njeriun në kuptimin figurativ të fjalës, për pak famë e sukses, pa marrë përsipër asgjë dhe askënd. Kjo është sinteza e filmit dhe rrjedhimisht aty të çon. Domethënë, gjendja është interesante është tema, sepse ti e ke çuar ekstrem normalisht në film, sepse do luftosh për jetën e tonë. Kurse një paralelizëm i lehtë mund të jetë edhe me reality që bëhen këtu në Shqipëri. Ka njerëz sa dushi futen reality vetëm për çik famë, dalin çik para kamerës. Njerëzit të gjithë futen reality për të vështuar. Unë e para, domethënë reality se duhet ndar si bisedë se kam dëgjuar pas njerëz më është nuk është se të flas. Njerëzit natyra e njeriut ka qef që ta eksternalizojë, ta nxjerrë problemin nga vetja, mos të marrë përgjegjësitë e veta. Këtë gjë bëjnë përgjithsisht njerëzit. Tani që të jemi të sinqert, nuk e ka fajin, jo se po mbroj televizionin. Nuk e ka fajin televizioni. Televizioni është një institucion që nuk edukon. Televizioni shet një mall. Dhe ai malli e ka të shkruar aty atë recetën. Ti zgjedh pa e marrësh pjesë tek mundësinë për të edukuar ka, është çështje morale kjo pjesë, mos ta shfrytëzoj. Po nuk shet, nuk edukon televizioni, edukon shkolla, morenis. Edukon familja. Nuk po them unë që atëre, pse televizioni i 70-s ka qenë që dilte ajo zonja dhe tregonte pralla? Sepse atëre i donin të dëgjonin prallat. Pse dilte edhe jepte për shembull, ku dëgjon, jepin. Pra ti më thua që televizioni gjithmonë një hap mbrapa mentalitetit popullit. Po njëjta, po normale. So mendoj që mund të jetë avangard, mund të jetë ai që edukon masën. Televizioni bashkë me ca pushtete të tjera që ecin paralel pastaj. Kjo është bisedë tjetër. Tani në momentin që ti ke një shoqëri që qen gjenez, ka shkollimin, pranë familje. Se tani ne jemi prindër, ne themi që fëmijët duan celular. Jo, jemi ne brez që e ka ngrënë nga celulari, jo fëmia. Ne jemi që kemi nevojë për detox për celular. Se unë e shoh vetë që kaloj një gjysor që më kruhet trupi, s'ma ka fajin mua atara që unë marr celularin, e kam fajin unë. E para, edukimi në familje, edukimi në shoqëri. Shkolla është degraduar në nivele të frikshme. Tani të gjitha këto prodhojnë shikusin. Ky shikusi shihet i ka në bazë të këtij formimi. Dhe normal që ky dyqani, bravo, ky dyqani do i përshtatet me mallin që do i shesi.
Pse ti absolutisht a ka pjesë të fajt. Absolutisht ka pjesë të fajt. Unë besoj se sado familje neglizhente të jetë një prind, për shembull, sado dy prindë mund të jenë neglizhent. Ose po them, po kam një rast tjetër pa lidhje. Domethënë nuk mund të merr me fëmijën e tjerë, por armën, drogën, tjera. Po pse televizioni jam mëson? Po jam mëson dhe kënga jam mëson. Po jam mëson edhe kënga. Po pse ka lindur, më fal, pse ka lindur dëshira për të bërë një këngë me kokainë? Pse ka lindur? Sepse ai personi mund të ketë ardhur nga rruga dhe ka bërë këtë gjë, ka jetuar në një habitat të tillë. Problemi nuk e bëjmë ne. Jo, nëse bëjmë sepse ne kemi pasur këtë kuadratin. Po pra, po deri diku un jam me Renisin në fakt se ky është bosi mohabeti i pula me vezën apo veza me pulën, kupton? Normalisht un mendoj që një ndikim të drejtë për drejtë televizioni e ka. Pra nëse absolutisht mo. Patjetër, po që televizioni i kohëve moderne influencohet shumë nga rrjetet sociale, sikur po thuti, kjo është shumë e vërtetë. Sepse ato do shesin material, patjetër. Do shesin material dhe është biznes. Unë kam qenë vetë brenda. Patjetër. Në atë shumë e drejtë, domethënë. Po nuk të vjen sponsor. Është shumë e drejtë. Pra, nëse do shohësh si biznes, është morale kjo. Tani nëse shef si biznes, do të bëhet sikur thot Turi. Si biznes ka marrë fune që Turi, diskutohet Prandaj dalin edhe këto emisione televizive të shumta, të cilët vetëm llum nxjerrin. E ke parasysh që janë emisione që ne nuk shohim kurrë në familjen tonë. Fal them diçka tjetër. Turi kanë bërë vetë muzikë me çunat e produktit së tet. Po. Se kur bot ju muzikë s'kishte dalë drogat e pistoletat? Nuk ishte në mas. Sa kishte kaluar në 97-ta. Po dakor, po ju vendosët të klonit dashurisë. Ja, qëndro pak. Dashurisë për prindin. Qëndro pak këtu. I donim ne këtë, po ne kishim model Aleksandr Gjokën, Ardi Xhebren, kishim po sepse ato ishin bravo. Po ishin shihet e mia. Po televizori ishte vetëm me medje mu. Po. Sa këngëtar ka, që mos përmendim emra, që kanë promovuar këtë dhunën e nuk dua të mbroj njëri, Po të them unë dua ta shoh këtë realitetin. Është shumë e thjeshtë të themi që po na I prishin fëmijët. Unë kam gocë vetë dhe jam shumë në merak. Është shumë e thjeshtë që unë të them që një repis filan atje apo njëra. Jo, ka dozën e vet, ka përqindjen e vet, nëse po themi që ata kanë dorë çdo gjë. Jo, po dozën absolutisht po. Problemi është që nëse s'do dalë ai, do dalë një tjetër, ti nuk e ndalon. Patjetër. Është proces I pakthyeshëm. Në momentin që diçka ka treg, qoftë televizion, qoftë muzikë, nuk e ndalon dot. Ka shumë këngëtarë të cilët hip-hopi, të cilët nuk janë përfillur fare nga televizioni tradicional. Të kanë dalë në YouTube, të kanë bërë namin. Dhe pastaj televizioni është detyruar dhe I ka futur për arsye se kanë dalë në një ekonomike. Tani prit. YouTube është standardizuar, thuash YouTube është të dalë në TikTok me një grrr, me un grrr. Tani këto janë fenomene. Po nuk I thash në fillim që është çështje morale. Televizioni prapë mund vendosë që s'du të bie në nivel. Po s'ka si ta bëj se do iki. Se do lekët do thosh. Jo lekët më mbyllet gjëja. Ikën. Nëse domethënë do mbyllet gjëja, është e drejtë, Po ta shohësh nga ana nëse un dal sot dhe flas me gjithë dashurinë e botës për Minën Celentano dhe mund të flas një herë. Po më thoj gansat për kuriozët. Mund të flas një herë. Do thosh ti, po jo më Turi, ti ri aty se do bindesh 10 veta, po jo më se ka trega. Momenti që ai tjetri, se shiko ç'a ndodh. Neve mbaron një gjë e suksesshme. Njerëzit flasin në rrugë për atë, po ti nëse je një njeri ekranit dhe për gjën tënde nuk ta shef as mamaja jote. Po. Atëherë ç'kuptim ka që ti më shosh. Atëherë shko dil në bëj një dritare tënde. Domethënë kjo është aq e vështirë për ta gjetur. Ja, pra s'është çik ka shumë Thelbi unë mendoj që ka për mua degradimi shkollor. Domethënë kjo është për mua problemi më I madh. Shkolla një dhe mënyra se si edukohen fëmijët në shoqërinë ndërkohë ka humbur e përbashkëta. Më përpara neve edhe komshit kujdeseshin për ne. Mund na jepnin dhe këshilla. Sot ka një formë egoizmi. Ne jemi mësuar që kur ta shohësh ato të moshuarin duke me dy qese shkon ndihmoj ose kur ti je në autobus liroj vendin atëherë sot konceptohet ritmi jetës, vështirësitë financiare, stresi, lodhja, puna, trafiku, gjitha këto nuk I lënë më prindit aq shumë kohë të kaloj me fëmijë që t'i japi një lloj boshti. Nuk ka institucionet, domethënë art nuk ka, sport nuk ka. Atëherë ka të më Është bërë luftë për mbijetesë. Është bërë luftë për mbijetesë dhe do nxjerrësh lekun.
Dhe është një këtu pasaj dalim të se çfarë do të promovojmë ne si shoqëri, që është ky problemi i të suksesshmëve. Të atyre që marrin atë të aurën e fituesit, që njerëzit do të kanë shumë dëshirë të edhshme të jenë të suksesshëm. Janë personazh. Të jenë të suksesshëm dhe edhe kriminal të suksesshëm, muzikë të fortë, të shtypës, qendër vëmendje dhe verbohen fare. Në fakt, bota e suksesshmëve nuk është botë e bukur, është botë monotone. Se bota e suksesshme. Prandaj shumica me depresion. Është mërzitshme. Sukses nuk ke më. Kështu që është shumë bukur që të rish aty poshtë njerëzit që luftojnë, se njerëzit të rish me njerëz që luftojnë, vetëm mëson, vetëm fiton, një herë ti jep dorën, një herë jep dorën dhe mirë është kur suksesi nuk vjen. Por suksesi është thjesht një shkallë më shumë. Unë tentoj t'ja them gjithmonë atyre njerëzve, po bëjmë si këta që bëjnë mend, po njerëzve që kanë ai sa kemi në kohë. Po jo, shqiptarët s'ka nevojë për mendje. Është shumë e rëndësishme, kështu që kush tenton t'jap nuk i ecën. Si ndodh rëndo. Po realisht unë gjithmonë e them këtë. Dhe them, mund duket kështu si mund ta marrë edhe sikur se kam sinqert, po në fakt e kam sinqert. Është shumë bukur kur je me njerëz që tentojnë, vërtet. Po të rish me kokat e shtetit, nuk kemi ndetur, po të rish, kanë botën të mërzitshme ata, sa ata çdo gjë kanë në dorë. S'kan ç'të bën më shumë. Po të rish, po të takosh superstar, dhe ne i kemi të paktën superstar të tregut shqiptar, e keni vënë gjëra sa të mërzitshme që kanë. E njerëzit s'kan kontakt me realitet. Ndërkohë njerëzit që tentojnë, për shembull, Renisi tani ka rënë, ajo se është superstar, po Renisi kur ka qenë i vogël tante me dhëm. Po. Të po bëj shaka. Është në moshë. Jo, i të ri, jo i riu në moshë, po ai që tenton ta me dhëm, të jep një energji, të jep një vibe që është shumë shumë e bukur. Po çështja është duhet të jetë kjo rruga që duhet të jetë natyrale. Jo, duhet të jetë shumë e gjatë, se prapë edhe kjo shkallë që ne hedhim, do shkojë drejt monotonisë. Këto sa përpara dhe turi, sa është mirë që atë hapin drejt suksesit ta kesh më shkurt. Ta vëmë vazhdimisht sepse shijon procesin. Kjo është. Domethënë nëse ti je i arir dhe i arir flas edhe ata që duan zgjedhin jo rrugët e Zotit. E kuptoj. Ata gjykojnë jetën e tyre në atë lloj mënyre. Pasurimi i shpejt, pasurimi po e përkthej fama e shpejt. Pra kush do ta marri siç doj, sepse mua më dhimbsen shumë çuna në 18, ata thonë jemi rritur me ty, që jam rritur me apart me 2x lën. Më ndalojnë akoma dhe në një anë më vjen thëm po ç'na lodhen me këtë, por nga ana tjetër edhe më trishton. Jemi rritur plagë kështu dhe i shoh që tendenca drejt dhunës është bërë shumë prezente, është e trisht. Më thënë është vërtet kjo realisht më trishton, sidomos thash pasi kam lind gocën e kam shumë ashtu. Se di ç'a mund të bëj unë për të dhënë atë. Ke më shumë dilema tani për pjesën si do rrizësh gocën, si do edukosh. Shumë pafund. Domethënë unë kam ulur stekën vetëm te ideja që të paktën të goca ime të jetë një njeri i cili të jetë njeri që mos të urrej, mos të lëndoj, mos të ketë mlefe, domethënë, sepse është një shoqëri që është totalisht ka shumë dhunë. Ka dhunë, ku ma gjen dhunën fizike. Ka dhunë në çdo proces, ka dhunë. Domethënë në gjithë gjën dhe ka një depresion që jemi të përfshirë dhe nuk e dim se nga na vjen. Dhe ky është problemi im, domethënë. Mos kemi qenë të vegjël atëherë se bonim dot këtë analizë, po ndoshta Shqipëria kështu ka qenë apo? Sepse edhe ne kur kena qenë të vegjël, gjasat që ne jemi në fakt pasojë jemi, nuk është se gjasat janë që të ketë kështu. Ndoshta thjesht kështu ka qenë se bëzë as progresi. Jo, po ta mendosh ftohtë 45 vjetër më dhunë se ç'kishin ata. 97 ata dhunë. Si që jemi rritë, ne? Ndoshta jemi rritur ne tani kemi në antenat na janë ashtu. Edhe ndoshta ka ardhe kjo, po gjithsesi që ta kthejmë tek ajo që doja të thoja tek puna e kush mban përgjegjësi për çfarë. Unë kam një ide që unë në një konflikt ose në diçka që nuk shoh, unë them gjithmonë vetes sime unë kam gjithmonë fajin. Nuk e them këtë se nuk e kuptoj që Renis, nuk se jam budallet, mos kuptoj që Renisi në fakt e ka ma bëri këtë. Por them, po unë e lejova e qova marrëdhënien me Renisin këtu. Pra, është faji im që s'nuata Renisin. Dhe nëse ne njohim vendin ton, pozicionin ton, shoqërinë, familje,
kudo në punën që bëjmë, bëhet më e mirë. Bëhet më e mirë shoqëria rrjedhimisht bëhet dhe vendi më i mirë. Dhe e kam bindje këtë që unë dua të merrem me veten time, domethënë dua të përmirësoj veten time dhe mirë është që po e përmirësoj më shumë paqe me veten. Dhe në momentin që ti përmirëson veten tënde, okay, do thosh ti, po këta s'të lënë të hyjnë të kafshojnë, po mirë, s'ka gjë. Realiteti kështu është, nuk është se xhungull është drejtëtaj, kudo xhungull është. Okej, te ne çik xhungull më e zymt, po xhungull është gjithandej. Vjetra më tepër se jemi më pak si popullsi. Jemi më bravo. Po, kjo është. Jemi shumë pak edhe bie në sy këto fenomenet, por nëse ne dhe në thelb, nëse në zinxhirin e filmit, te ajo analiza që më pyete, nëse ai brapa tastierës nuk kërkon, nuk klikon atë dhunën. Nëse ai VIP i thot drejtëtaj nuk bën kompromis për hir të 10.000 followersa. Edhe ky tjetri dhe unë te produksioni dhe ai tjetri dhe shoqëria do fillojnë edhe avash dhe ata të triqen diku. Do ndërgjerson diku. Unë mendoj që e mirë, e keqja nuk fiton do ndaj të mirës. Më quaj idealiste që e besoj vërtet. Njeriu është destinuar të vuaj shumë, por e mira to s'do ti në një formë ose një tjetër në një cep botës triumfon. Rrjedhimisht edhe në Shqipëri ka shumë raste. Ajo që më shqetëson shumë te media, shumë është kriminalizimi, domethënë është një bombardim. Në fakt është botror si problem ky, po që vetëm lajme. Ka shumë njerëz që kanë zgjedhur me mos i pa fare lajmet. Dhe janë të lutur. Po, s'pari. Duke si stresor që fillim po. Jo, është vërtet. Njerëzit që nuk shohin fare, nuk konsumojnë fare, jo se jetojnë në realitet tjetër. Gjeni di që kryeministri akoma fatos nano. Yes pas. Tani është momenti Gendo që të falenderojmë ata që na mbështesin, janë pikërisht sponsorat tanë. Dhe unë do të falenderoj Jack Danielsin, i cili është me ne që nga dita e parë e këtij podcastin, sezon e parë, dhe edhe sot që flasim është sërish pra nesh. Faleminderit Jack për mbështetjen e pakursyer. Faleminderit Jack. Gjithashtu falenderojmë edhe Jambon, e cila vjen me një ofertë gjatë muajit nëntor për të gjithë ata që blejnë në jumbo.al në vlerën mbi 1.000 lek. Transporti është falas. Shumë faleminderit Jambo. Sa ditë është dash me xhiru filmin? Ditë xhirimi kanë qenë 30 ditë fikse. Domethënë që në fakt janë relativisht shumë, sepse zakonisht shumë 30 ditë me bëj film. Po, vetëm xhirimi është shumë e çuditshme, do mendoj që tani mos shifto blockbusterat sepse ata e ndajnë në kohë, po film në kohë televizive normale. Që është përcaktuar me orare të gjitha. Është diku 29 ditë, po 29 ditë flasim gjithë dita. 15 orë në ditë. Po. Është shumë. Zakonisht filmat normal marrin diku te 15 deri 24 ditë. Nuk e di, ashtu nuk e di, shumë pak. 29. Do të jenë sinkronizim, koordinim kështu perfekt. Koordinimi perfekt. Pasi shkruaj gjitha fabula. Kjo është po, jo, ka storyboard, nuk lëvizmë, nuk. Ka shumë muhabete vimas gjysore këto. No, po ndodh. Ka çik trafik. Ja pra e kishte boss scannerin aktorëve tha. Boss scannerin aktorit përpara. Jo, po shumë aktor edhe jashtë, se unë hyra të lexoj, shumë aktor edhe jashtë e humbasin në raportin me shtëpitë e produksionit vetëm për këtë arsye. Po. Korreksia në film, unë e ndjeva vetë, nuk i të jemi sinqert, nuk di as disa gjëra. Humbi një ditë një karfic, një goca, një vëth. Po tani në film xhirohet që sot është kjo skena kur jemi ne tre këtu, po unë nga këtu çohem me të njëjtat rroba, me të njëjtin look, me të njëjtit mjekër, çohem dhe bëj takimin aty jashtë, i cili xhirohet mbas 4 ditësh dhe duhet kontinuiteti, vazhdueshmëria. Patjetër. E që bë aty, ata prisin qitë që të ulërisja unë. Unë bëra se djali mirë, unë nuk ulërita se nuk e se e kuptova shumë. Po atë situatën në moment. Po vonë e dytë ose brava në montazh. Jo, u gjeta vajti me motore dhe dhe pash aty thash par profesionistësh më erdhi ti përqafoja, thash varja le të shojmë dhe një ditë rritën kostot, vetëm këta mos të shqetësojnë. Pash thash me vete, unë kam bojë 20 vjet televizion, nuk më është trishtuar njëri kështu se s'ka punu një mikrofon, apo një stativ, apo nuk ka animatera. Një tjetër grup profesional. 29 ditë është dashur për 30 ditë për xhiruar kazermën. 30 ditë on block. Plus ditët e pushimit 7 ditë, Mos e kanë gjë moda? Jo, është Ja, kam më mbrapa do bëjmë film. Ja, do bëjmë nesër. Kështu më rritet këtu. 70 unë kam humbur 6 kg. 6 kg brenda 28 ditë. Çfarë thua? Nga ana po, ishte i presioni. Është ndryshim totalisht tjetër. Domethënë
një intensitet i frikshëm, nuk provohet dhe një adrenalin, sepse një film, një skenar lind dhe vdes një herë aty. Po. Kaq është, po. Mund ta bësh remake ti, po ai film, ajo gjendje, televizionin mund ta bësh javës tjetër. Nuk ka. Ajo fabul aty fillon, aty mbaron. Fillon pikën A, me mbaron më 29 ditë. Kaq. Se nuk kthehesh më, tani ti mundet kesh kapriço të kthehesh prap nuk kthehet më. Aktori nuk është më siç. 29 ditë njëra mas tjetrës apo me 1 ditë, me 4 ditë pushimin në mes. Që gjithë 33 ditë i bën. Tur. Po, ashtu është. Nuk plusi në realitetin shqiptar, mos haro me vështirësitë e tregut shqiptar, është sipërmarrje shumë, nuk është sipërmarrje lehtë. Kam përshtypjen që ditë sikur të shtohet të dalin nga parashikimi është në Kosovë lehtë. Patjetër. Absolutisht çdo gjë që lëviz, po sepse njerëzit kanë ato të vetat. Ty pastaj unë kisha një problem tjetër, kisha shumë aktor. Dhe duhet ishte koordinim perfekt. Në shumicën e skenave aktorët ishin bashkë për i të faktit të realitit që ishte në film. Dhe njëri vi nga Italia, tjetër nga Amerika, tjetër nga Belgjika, njëri nga domethënë dhe kanë dhe ato të vetat dhe duhet të asambloheshin. Tim lidhet gjithë bashkë. Vetëm çështje oraresh, imagjinoj, shtoj këtu përgjegjshmërinë, gjitha gjërat e tjera, sëmundje, njëri domethënë i temperatura 40, njëri nga gocat u dëmtuan në xhirim. Ndodhin edhe këto pasaj, po fati jon ishte që në tërsinë e vet ne pak stres, po u menaxhua mirë. Shkoi mirë, shiqur. Suksesi herë, suksesi. Faleminderit. Her pas herë kur kam fol me Fabin për shembull ose me Fabin e me Tomla më betet. Me Albanin, çunat e produktit së 8, po flasim. Ndër vite kur kam diskutuar, do bëni një gjë bash, do rindidheni, do bëni dhe ka thonë po, e kemi plan. Edhe Albani po ka thonë. Tashi ti çfarë thua për shkakun, se ty s'kemi pyet. Ja tani që i çik më i lirë. Me që marrën në filmin. Lëvizi që nga. Shiko, atëherë. Ata janë dy njerëz, dy shok, dy vëllezër, se ne kemi kaluar praktikisht më gati 10 vjet të jetës tonë, vetëm kur hyn gratë shkëputëm çik, që kemi ndërtuar pothuajse 24 orë bashkë. Ata kanë hyrë në jetën time në gjimnaz. Unë ka një gjë që dua ta them në fakt, sepse shumë njerëz nuk janë mirënjohës, nuk e tregojnë shkuarën e tyre përgjithsisht. Albani është një prej jeta e solli shumë vështirësi, domethënë të humbasësh, jo të humbasësh një vëlla, të humbasësh një vëlla si Doktor Flori, më pas dhe teatrin, ka qenë është një njerëz që është nuk është qaraman. Dhe është njerëz që ndër të paktët njerëz që ka duhet shumë punë ta njohësh, të kuptosh se çfarë zemre ka. Është njerëz që duket sikur ka lindur në një ishull të Madagaskarit ku ka vetëm poet edhe pulbardha. Nuk njeh konceptin e dhunës, luftës. Dhe unë gjithmonë e kam, domethënë e kam konsideruar si bekim të madh në jetën time, sepse unë jam ai që flas më shumë, kam rënë shumë më sy për televizionet e tjerë, po një njerëz që kishte në dorë këtë grupi në kuptimin se ishte ai vllai Doktor Florit dhe nuk shfaqi kurrë arrogancë. E kupton? Asnjë kështu, domethënë humble, gjithmonë i paqët, i dashur, gjithmonë pa tentuar të që nuk e mohoj, ndoshta po të isha unë do isha më dominant, si natyrë se edhe kështu jam, më karnivol, më. Si u njohët ty? Në gjimnaz. Dhe unë kam qenë në bank me Albanin, më në vit dytë, edhe Fabi këndonte gjithkohës. Edhe pse do ta shpjegoj, po të shpjegoj me pak çunat, sepse publikisht s'kam folur kurrë për ta. Dhe ka realisht bekim, unë tani ne nuk kalojmë shumë kohë me Albanin flas. Por gjithmonë them që është nga ata lloj njerëz që është diku gjithmonë me mua aty. Edhe kjo është shumë gjë e bukur. Ta ndjesh për dikë, sido që të jetë. Unë nuk mendoj që shok të ngushtë të bëjnë orët e kaluara, se unë tani kaloj orë me njerëz që s'kam fare pikën si për jetën time. Unë atë po takohem, ka ngjesur muhabeti dhe rifillon aty ku është. Ku ashtu. Përveç se jemi afër, ne komunikojmë dhe takohemi. Ndërsa Fabi, për të kuptuar Fabin do të tregoj një histori. Unë në gjimnazën kishim ardhur nga Berati, provincë, e ke parasysh, në Petronin, se unë shkova në Petronin. Fabi atëre bënte 3 punë.
punon të DJ, punon të teknik drejqimi, punon të dhe me vllajin servis. Me teatrin ka qenë Jo, dhe me servis makinave të vllajit. Fabi është një njeri I cili kudo ta hedhësh, mbijeton. Është magjik për këtë gjë. Unë me Fabin kam problem që Fabi nuk e shfrytëzon atë që po I thosh ajo dhuntin e tij që ka zërin dhe për këtë më vjen shumë inat dhe shumë herë jam zën. Fabi disa demo ka në studion e vet. Les për hyrje se Rrezik po prende këta valla. Irritohem. Ja se do ta bëj. Flasim një për çunat, pastaj do të flasim për përgjegjësitë e mos realizimit të gjës. Edhe do bëj edhe një kështu denoncim publik. Edhe Fabi ka pasur shumë lek në përduar. Unë atëre neve kishim ardhur, babi donte se s'bën që unë të vija në Tiranë sepse Tirana kishte më shumë mundësi. Nuk ishim, jetonim me qirate shpejt shokut babit. Edhe unë merja mos gaboj më jepte mami lekë të autobusit që unë si shfrytëzoja, diku te 1.000-1.500 maksimumi 2.000. Jo më shumë. Edhe këto një ditë po e ditë jo. Po tani atëre kishte dalë ishin ca lokale bardezi, dhe tilni këta, edhe Albani punonte. Kishin rroga të mirëfillta. Dhe unë nuk jam ndjer kur I përjashtuar sepse Fabi në heshtje paguante gjithmonë për mua. Po. Do të thënë edhe kur e ke parasysh kur nuk është shumë fisnike mos ta ndjesh që dikush është domethënë me lezet, nuk e di se si e bënte më vonë kur unë jam rritur e kuptoja fisnikrin e Fabit. Që mos diesha, po sepse ne rinim shumë dhe unë isha le të themi më ai që s'kishte mundësi atje dhe unë do tentoja të shmangesha, një herë tentoja bëja merja në një ashtu dhe sa kisha mundësi, por në të shkoj edhe të hajet në fast food, të shkoj edhe të pije nuk I bëhej dot ajo, dhe nuk e ndjeja kur, ai bënte si paguante gjithë tavolinën, vetëm që unë mos ashtu bënte gjeste, dhe po tregoj një detaj, përveç se për çfarë njeriu është nga ana si ashtu, domethënë nga ana tregon shumë për pse këta dy njerëz unë nuk I lë kur të ikin nga jeta ime. Me ulje ngritje mund të kenë ndodhur dhe kemi zënë. Me Fabin se me Albani nuk zgjesh. As me Fabin nuk zgjesh dot, po edhe mund të kesh mërira se është ashtu siç është. Po ashtu siç është Fabi se është çik çuditsh. Edhe imagjinoni I themi Laci, nickname-i Fabit I njëri që s'ka lidhje me Lacat. Vetëm Fabi s'ka lidhje me atë botë. Po nëse themi që është njëri me shumë ngjyra. Dhe këta dy njerëz që kanë në një moment time dhe kur mua më ndodhi ajo që më ndodhi me babin, këta aty u bë një lidhje, si të thosh, unë me muzikën lidhje nuk kisha dhe unë me thënë drejtën jam më I patalentumi në grup. Unë shkruaj shumë mirë, por nuk kam zotësinë e Albanit dhe Fabit, nuk e kam pasur asnjëherë. Mua muzika në një mënyrë ose një tjetër, ky grupi unë mendoj që më shpëtoi, më ndryshoi jetën. Unë kisha një tjetër kuptim për botën, studioja I shkollë tjetër. Ky grupi prezenca këtyre dy njerëzve që pastaj solli Produkt 28-ën, solli Vision Plusin, se Produkt 28 e solli, se unë isha I ftuar, më pa ajo regjisorja dhe më tha hajde se ti fliske shumë bukur, hajde të bësh. Po, dhe u fitova. Shukanis. Po, dhe s'doja. Dhe kalime dhe pastaj, isha I Zotit, se dim atë, po unë ku e fillova. Kështu që këto njerëz kanë shënjuar jetën time në mënyrë të pa zgjidhshme. Domethënë I konsideroj bekim, s'kaloj kohë me këta. Nuk e mohoj që interesat ndryshojnë të çdo njeriu dhe të Fabit dhe të Albanit, por neve na duhet vetëm 1-2 ditë dhe futemi prapë në vibe dhe në energjinë e njëri tjetrit. Thën kjo tani. Për sa I përket reunionit, në pjesën e parë të kohës kam qenë unë fajtori. Tani në mënyrë të pa tolerueshme, brutale, pa përgjegjshme e kanë fajin ata. Të dy. Asi ishte vetëm njëri. Më saktë më fajin e ka pasur unë o Fabi. Albani ka qenë me gatshëm për Albani jo vetëm që është I gatshëm, po Albani e ka shumë xhan në grupin. Domethënë e ka shumë xhan, e do shumë. Dhe ironia e fatit është Albani është ai që merret më shumë edhe që si thosh ka mundësi ta ashtu. Ta nxjerrë sepse krijon shumë bukur e tjerë. Fabi punon me Albanin, punojnë bashkë në studio, po Fabi ka edhe 1 milion gjëra të tjera se nuk funksionon të ndryshe. Këtë periudhë
I kam thënë, e kam me mesazhe, po patën se mos do duam ballafaqim. Ke fakte. Jo, po duam ballafaqim. Shkojmë te Eni Çobani, ballafaqohemi, por faktet janë që unë këtë periudhë biles ne kemi një këngë, që ta them publikisht, kemi një këngë dedikuar fëmijëve. Sa bukur. Që është Okej, pritëm sa të bëhesh edhe unë babase. Ata kishin se duhet të bëhet ajo. Më sens, bëri të dytin në Albani dhe ne se kemi nxjerr akoma. Dhe kjo është papërgjegjshmëri dhe gabimi I pafalshëm I Fabian Bashës. Kënga është e përfunduar. E mbaruar mo. Do të thënë janë hedhur vokalet, është ashtu ka vetëm nevojë për një master. Jo, do të ndoj çik rregullim në orkestracion edhe Fabi do të vë edhe një Z. Po në dhe ndërkohë janë edhe 3 këngë tjera, të cilat me që mua më akuzonin për mungesë. Unë kam bërë dhe tekstin, e kemi bërë dhe kam hedhur dhe vokalin me Albanin dhe ata nuk veprojnë. Kështu që nëse nëse doni të diskreditoni ata. Unë e pranoj fajin në pjesën e parë. Çuna. Çe kanë ndryshe mua bëj. Jo, gënjen, edhe publikisht. Unë e pranoj. Kote fonit se kemi pyet. Unë e pranoj në pjesën e parë, unë kisha ikur nga rruga e Zotit. Por u ktheva. Këta tani ose po akmeren këta. Se është dhe karma. Ose karma, ose por ama fajtori nuk jam më unë, më kryzoni po doni, por kjo është. Gjithsesi nëse ktheheni dhe ne shpresojmë ktheheni. Për çfarë do ktheheni? Do ktheheni për nostalgji, do ktheheni sepse keni besim për I sukses madh si dikur. Si mendoni sot, mas kaq vitesh? Unë nëse do të rim në muzikë, unë kam thënë dhe çunave, kam thënë dhe publikisht, unë nuk mendoj që ne mund të konkurrojmë me çfarë është tregu tani. Do të thotë ti duhet të jesh I ndërgjegjshëm për çfarë jën. Mendoj ama ka një shpresë shumë të madhe, po që kjo s'ka lidhje me produktet e tjera. Unë mendoj që Fabi dhe Albani duhet të vazhdojnë me muzikën. Seriozisht. Ja kam thënë 1 milioner vazhdoj të atë. Fabi një herë më trishton fakti që s'bën asgjë solo. Do të thënë ke par vokalisti që 2 anëtarët e grupit vdesin që ai dali solo dhe ai bën vetëm një këngë 6 vjet. Thot që kam nisur një album, thot. Ka thënë dhe mua para shumë kohësh. Që na e thot, na I tregon, bukur ai ka ato që tregon temat, kur do I çoj deri në fund. Sa artist njohim ne që kanë nisë një album. Jo, po i ka aty more, I ka aty më vjen natë, I ka gjitha kushtet e shtëpia ka Albanin. Albani duhet të vazhdojë të merret, ja kam thënë 1 milioner herë. Produkti 78 duhet të jetë një gjë që të jetë për qef, gëshëtuar. Sigurisht që jo me iden do bëjmë për qef edhe këngët që mos I dëgjoj asnjëri. Po qef po brenda një konteksti të caktuar, domethënë pa shumë drama nëse do shkoj, nuk do shkoj, unë e di që ne kemi ne si thosh targetin ton, ka shpresë për muzikë të mirë, nuk po të pretendojmë që ne kemi bërë muzikë, po okay, për muzikë të themi ku ka një mendim, se kjo është e rëndësishme, ne kemi bërë muzikë mendim. Shumë të mirë, madje ka shumë Brezion është shumë nostalgjik, teksti përmbajtës se këtu do dalin. Gjithë teksti përmbajtja klipet gjithë kanë qenë shumë bukur. Tani unë shoh për shembull, mua më gëzon fakti për shembull që kur bëhen koncerte ose kur bëhen ato edhe në për klube, këto ka njerëz që dëgjojnë akoma sepse ka një perceptim sikur ashtu. Shembulli I Albanit që bëri atë koncertin e madh, do të thotë që ka njerëz që duan muzikë të mirë. Domethënë duhet shumë energji për të ndëtur non stop në treg, të energjinë nuk e kemi, as kemi për ta pasur, por ama njerëz si ju, edhe si çunat e grupit tim, që bëjnë muzikë të mirë dhe që din të japin një mesazh të mirë, qoftë në muzikë, qoftë në tekst, duhet ta vazhdojnë, sepse nuk është e vërtetë që nuk ka njerëz që nuk I dëgjojnë. Ka plot, ka është shumica e heshtur, e cila do art për krahin. Do art të mirëfill. Por sa I përket neve, unë mendoj një album duhet ta bëjmë. Target kishim bën 40 vjeç, u bëm 40 tani. Por nuk jam unë fajtori. Merre verifikoje, ta thash edhe një herë na ço, kudo. Tani më duhet mua po me këtë lloj mindseti, duket sikur edhe po ndodhi ribashkimi, do ndodhi për të kryer edhe albume dhe me shpërndar një herë mirë, apo se ideja është me u bashku dhe me vazhdu. Atë pastaj tregon koha, se ajo është një energji që ti e di shumë, ju e dini shumë çfarë energjie do muzika. Pra ju po e leni kohës, le të bashkohemi herë sot. Le të bashkohemi, jo, le të bashkohemi dhe pastaj shohim rrugës. Unë kam thënë, çuna, mos e filozofoni. Hajde bëjmë 3-4 këngë të para. Kështu e kam thënë. Albani do sepse Albani është në sistem, e kupton? Albani do më të strukturuar. I kam thënë neve që të bëjmë 12 këngë, këtë album nuk I bëjmë, sepse e dim kohën e secilit prej nesh. Hajde bëjmë 3-4 të para, edhe mbi to shohim energjinë, shohim edhe feedbackun. Edhe domethënë ti jemi pak a shumë në një të nuhasim se çfarë bëhet me ne. Dhe një recital.
A kemi culture për ta bërë këtë se di do e tregoj koha. Unë me këto dy gjëra do isha. Po mirë, kjo fakti që keni ambicie dhe rezultati, kjo është tani është gjë që do të thotë që keni ka farë serioziteti këtë lloj. Mua s'ma mban shumë. Mua, si tur s'ma mban. S'ma mban sepse ke shkëput ke vite, po kjo do thotë që s'mund të. Ka problem mos mbaj mend as tekstet e mia kish. Ni afon kem. Kur tulesh për këtë punë, do të merresh me asnjë gjë tjetër. Trave nga ide. Kështu që por sido që të jeton në ndër gjërat që do i tregoj Nipit ose mbesës sime është që produkti seteta është për gjërave më të bukura që më kanë ndodhur në jetë. Në gjykimin tim është gjëja e parë e bukur që ka nisur pasaj mbas një momentumi shumë të keq personal, të trisht, gjëja e parë e bukur që më ka ardhur në jetë. Dhe ata dy njerëz s'duan ata, dua unë, ata janë pashmangshmërisht të lidhur me mua dhe unë me ata. Ne i ke bërë dedikim shumë bukur çuna. Me llafet qajun. Për llafet. Ata s'do ma bëjnë kaq të bukur e diun, do thon Turi, se Turi flet bukur kështu. Jo, Turi ka drejt. Maro mua bëj. Kjo është tipike e Fabit. Kjo është tipike e Fabit. Turo, unë shkoj shpesh ke kisha rilindja që ditë edhe Genti. Po, këtë se dia unë nga zbulon më vonë. Dhe kam takuar dhe orindën me gocën ke kisha disa herë. Dhe nuk e di ti çfarë marrëdhënie ke me Zotin, me besimin, me apo ti je pjesë e familjes se s'ke kohë me ardhmë ke kisha apo unë kshu me si ti vjen me letra jam Bektashi nga familja ime. Orinda vllai Orindës ka qenë pastor, domethënë ndihmës pastor Eltoni dhe në 90-ën po, dhe Orinda e ka domethënë e ka përqafuar, ka njohur Jezusin thonë ju, ka pranuar Jezusin. Unë personalisht në një kohë të trazuar fetare, mendoj që feja ka një prej arsyeve madje që unë them që Shqipëria nuk është mirë, ka pasojë e faktit që në 70-ën Enveri ndaloi totalisht besimin dhe ajo ka lënë një njoll shumë të keqe, një hije, një si më thënë një lloj mallkimi. E besoj vërtet të. Unë nuk jam praktikant, nuk besoj tek ndërmjetësi, por besoj në Zot. Që do të thotë besoj tek ideja që një forcë madhore që kemi zgjedhur ta quajmë Zot, formën t'ja japësh vet, Allah apo Zot apo nuk e di, domethënë nuk gjykoj njeri, por besoj në Zot, besoj që në çdo mbjellësh do korrësh dhe unë nuk e shtrëtëzoj shumë të zbërthej, të shkoj te Kurani, te Bibla, te format e asaj, po unë ditë them vetëm një gjë. Mos lëndo të tjerët, mos vrit, mos vidh. Mos i bëj keq të tjerëve me qëllim. Dhe duaj njerëzit. Po deshe njerëzit e tu dhe po nuk u nise që renisit ti bësh keq, atëherë ti me Zotin je në rregull. Këto të tjera që quhen mëkate, pse ka në to, unë mendoj që këto janë të njeriut, ama thelbi i Zotit e përkthyer nga unë se s'do të interpretohem. Thelbi im si Turian, thelbi im çfarë është Zoti për mua është këto. Nëse unë në mëngjes nuk zgjohem që ty të bëj keq, apo të marr diçka tënden me qëllim, apo të lëndoj ty, vrasje jo, apo të vjedh, që për mua vjedhja është unë personalisht vjedhjen e kam. Të vjedhësh dikë, po s'bëre këto dhe gëzoju sukseseve tjetrit. Po nuk pate këto. E ke edhe ndërgjegjen e pastër. Të pastër 100% s'ta kemi asnjëherë diku ashtu për në tërsi. Unë edhe kështu unë me Zotin jemi në fund është ushqimi i shpirtit. Ushqimi i shpirtit. Në fund me Zotin jemi, unë mendoj që jemi okay. Sigurisht në momente të vështira unë i lutem si të gjithë Zotit. Sigurisht në momente të lumtura faleminderit o Zot e them, por Orinda pasaj është më e thelluar në kuptimin shkon në kishë etj. Është bukur, për shembull, e kap njeriu veten në momente për shembull që je në një konflikt edhe sa e vështirë është të bësh atë hapin pas vetëm që mos eskaloj situatën. Po edhe këtu për ditë. Është shumë e vështirë për ta bërë atë hapin, por në momentin kur ndodh, kur e bën atë hapin, gjen një lloj paqe, një lloj sikur është një gjë që thatë tu. Është një gjë e përkthyer pak ndryshe kjo. Domethënë është e vështirë për ta bërë, kur e bë pastaj thosh kam bërë gjën më të mirë në botë, edhe sikur të gjithë kishim forcën ta bënin gjithmonë këtë gjë, imagjino sa më bukur do ishte
realitete e veni ku jeton. Mua më ndodh shumë shpesh kjo gjë në fakt. Dhe ka filluar ta stërviz vetëm. Bravo. Këtë do thosha po të njëjtin gjë. Më përpara çdo konflikt apo debat, madje nuk kem fal një herë vetes se jam konfliktuar një herë publik diku dhe është pa tolerueshme. Kam filluar ta stërviz, po që nga se po jemi bërë sikur jemi në 90 vjeç, po se po bërgosh, po realisht kam kuptuar. Po tishim për 100 vjetësh, ne me moshën që kemi, ashtu do ngjash. Ashtu do ishim, po. Çubuk, atë që the ti fiks, kam filluar ta stërviz veten të triqem nga një konflikt i cili mund pse është shumë fisnike dhe në fakt është e kundërta, nuk fiton duke e çuar përpara se tjetri nuk. Dhe këtu imagjino që ne kemi ulur stekën fare, njerëzit tu konfliktohen për gërvishe makine, vriten për gërvishe makine. Kështu që një element tjetër që do të ashtu dhe vetësime, Zoti është aty ku ti mëson të triqesh. Ajo kthej faqen tjetër, simbolika, kjo është. Në momentin që ti ke përpara një njeri që nuk kupton, nuk do, nuk ashtu, dhe ti drejtën tënde nuk ja imponon dot, atëherë triqu ti, dhe është fisnikri, dhe është zotësi dhe është mençuri. Kështu që edhe Zoti është edhe aty. Dhe edhe unë po e stërviz veten në atë aspekt. Fjalë ashtu kanë lind në fakt. Kanë lind që i kanë mësuar njerëzit që t'i mësonin njerëzit në rrugën e duhur, dhe pastaj pashka se ka pas ekstremizma lart e poshtë. Çdo gjë tani. Po unë jam se puna jote, nuk du filtrat mesëm, mes me edhe Zotit, domethënë s'ka asnjë lloj filtrit mesëm për besimin që kam. Tani ajo është zgjedhje. Shiko, nga besimi nuk i ka ardhur keq njeriu. Jo, përkundërzi, atë prapë thoja. Me keq interpretimi. Po tani çdo gjë keq interpretohet. Tani çdo gjë keq interpretohet dhe liria e tepruar keq interpretohet. Dhe edhe ata që besojnë djallin, edhe brenda djallit ka teprira që edhe djalli thot lere jo me kaq. Kështu që natyra e njeriu është e pangopur, edhe në mos të bëni kaq kështu. Kështu që nuk merrem me këto. Çuna unë them që për pak orë fillon premiera, do të më u vesh çik. Jena stum, inshallah kemi një event mirë gent, mos na kalon shumë rresht para turë. Jo, s'është me vende fare. Është kush ta kapi parë. Ta kapi sepse janë më shumë vende janë më shumë njerëz se sa vende. Turë vjen keq, po duhet me myll. Unë e bëra atë gabim nga entuziazmi, i thash gjithëve po, dhe atyre që më thoshin ta vime dhe por ka një gjë. Shumica se shqiptarët nuk din shumica nuk din të thonë të konfirmojnë. Po, konfirmimi se do vi apo s'do vi. Jo, thonë një, bravo suksese, po kjo bravo suksese, pa konfirmim. Kështu që unë jam i hapur. Si gjendesh kur je në organizim? Tvere. Do bësh sa llogari gjithsesi. Gjithsesi ajo është një, nuk e ne do mundohemi, do hapim salla tjera, po u bën më shumë, por gjithsesi qëllimi është unë nuk kam bër event kështu kam bër vetëm vetë unë dua të shoh njerëzit filmin, është një lloj se nuk e di sa vlerësohet, po të ftosh njerëzit tek gjëja më e rëndësishme që ke prodhuar, nuk e kam te vlera monetare, po ti ftosh i thuash hajdeni shifeni për mua, është mendoj që është vlerësim. Pastaj besoj që do na keq kupton njëri nëse do rregullohen do sajohen atje kështu. Unë vetë do rritë shkallët, kështu që nuk edhe çuna ju e ke. Bollgën e kultuk gjatë montazhit gjatë. Do bësh këtë sakrificë. Se mbaroi, ishte shumë kënaqësi. Suksese shumë mirë. Ishte igull kështu, fluturoi më thonë. Fluturoi koha. Jo, këta njerëzit e medias janë. Mjeshtër, atë po mendoj, duke fol turë tash. Çai bë mikrofonin që vllajt. I jep drejtim. Plako, suksese. Ti se plako gjatë gjithë kohës, thash po ky pse s'po thot plako. Thash, apo s'thash. Jo, s'ke thënë asnjë moment plako, the turo tani the plako. Tani mund të rim të qet, ta mbyllim. Është momenti. Plako e mbyllim. Shumë suksese. Shkoni në kinema, shihni Kazermën nga nesër e në vazhdim. Generali, ju do. Cineplex Millennium. Kudo, në gjitha kinema. Ku ka kinema. Faleminderit. Ciao gjithë, faleminderit. Faleminderit.